Kështu që të gjitha këto duhen bërë dhe duhen bërë tani. Mbase nuk është e mundur që shtëpia e re e Kuvendit të përfundoj brenda këtij mandati, por është plotësisht e domosdoshme që të filloj pa kaluar ky mandat, madje pa kaluar gjysma e këtij mandati. Pastaj kemi vënë përpara nesh detyrën për të bërë një reformë administrative territoriale, e cila nuk mund të qëndrojë e mbyllur në guackën e një komisioni, por tani ka ardhur koha që të diskutohet. Dhe në radh parë ta diskutojmë ne. Ta diskutojmë ne me njerëzit në territor. Sepse ka shumë nevojë Shqipëria për këtë reformë, por ka dhe shumë fjalë, shumë fantazira, shumë shpifje që kanë nisur të qarkullojnë dhe do vazhdojnë të shtohen për t'ju kundërvënë reformës. Në ndërkohë që ne e kemi të domosdoshme këtë reformë për 1001 arsye të cilat i duhen bërë me dije publikut. Po ashtu reformën zgjedhore kemi nisur nga puna, siç kemi nisur edhe për reformën territoriale, ashtu siç e tham në krye të vitit të parë të mandatit, dhe duhet adresojmë me patjetër rekomandimet e OSBE-ODIR-it, por mbi të gjitha ne duhet ta bëjmë depolitizimin e plot administratës zgjedhore, duan apo nuk duan ata që kur mos daqin, sepse është një nga pikat më të turpshme për një Shqipëri që bëhet gati të hyjë në Bashkimin Evropian. Dhe ndërkohë, mbase ka mbetur i vetmi vend në Europë me një administratë politike të komisioneve zgjedhore. Ashtu si kundër, duhet patjetër të bëjmë çmos që rezultati të dali më shpejt. Dhe besoj që duke bërë këto dy gjëra, do të japim përgjigje shumë shqetësimeve që krijohen artificialisht, pasi kur them artificialisht nuk janë për mungesë të vullnetit ton, dhe që pastaj zmadhohen botërisht. Kemi vendosur objektiv harmonizimin e ligjit për komisionet hetimore me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, për të reflektuar tek ligji të gjitha standardet vendosura nga vendimet e kushtetueses, dhe duhet ta fusim në proces dhe duhet ta kalojmë atë ligj. E kemi kaluar. Aq më mirë akoma. Domethënë ky është një objektiv i realizuar. Aq më mirë akoma. Informimi dhe folëm për ngritjen e komisioneve parlamentare të reja, u ngritën komisionet parlamentare të reja. Dhe besoj që do të ndihmojnë që Kuvendi të funksionojë më mirë. Por është shumë e rëndësishme, sikur ka dalë edhe nga mbledhjet e grupit parlamentar, mbledhjet e zgjeruara të grupit parlamentar, që të rrisim në mënyrë të ndjeshme informimin dhe koordinimin e grupit ton parlamentar për të gjithë procesin e negociatave dhe bashkë me ecurinë dhe detyrat për të përmbushur të nxisim përcjelljen e gjithë këtij materiali në territor. Kur them gjithë këtij materiali, nuk kam parasysh të mbushim njerëzit me letra ku shkruhen kapitujt. Kam parasysh që njerëzit duhet t'i mbajmë sa më të informuar, sepse e gjithë ky proces nuk është e përsëris një proces që zhvillohet pavarësisht nga jeta jone e përditshme. Është një proces që lidhet me jetën tonë të përditshme.